i bie shkurt? Kush i bie shkurt? Ti i bie shkurt? Ti mendon se i bie gjëra shkurt? Unë shkoj thellë, po i bie shkurt. Po pra, po që të shkosh thellë duhet i bie shik se si bie shkurt thellë. Jo, shiko. Po pse jo trëmb juve? Do me thoni burrat luftoni gjithë jetën për të dalë në fund të tunelit dhe ju trëmb tuneli. Ne duam jeni të trash. Jemi të trash. Jeni frikacak. Jemi frikacak. Po jemi frikacak se jemi të trash. Ja, nuk jemi të trash. Se ju deportoni, e di sa frikë kemi ne kur deportoni ju? Mendoj që duhet të deportoni ju. Ne deportojmë deri tek cica, kupton? Dhe shohim e ke parasysh rrim te sipërfaqja, nuk hyn, pse hyn ti? Ç'pun ke ti? Am ka ra mami mua të vogël, ç'a marrëdhëniesh ka me babin, si ka kështu, ç'a ka ndodhur me zyshën në klas. Pse hynin ato errësira? Ne mundohemi të shkretë të rrim si budallënj, sigurisht dim. Ke parasysh e mbajmë thjesht budallënj? Po shikoj, juve ju vjen një fat në dorë. Kush është fati? Një njeriu që shkon thellë, ti shkoni tunelit deri në fund. Po pse të s'dua më ti shkoj tunelit? Po dhe nëse dua, pse ndërhyn ti? Ka psikolog për këtë gjë, nuk është gruaja psikologu. Psikologët dhe spat janë të gjithë biznese që kanë lindur nga personat frikacak që kanë frikë të jetojnë, por janë vetmitar. Njerëzit që kanë frikë nga vetmia shkojnë në spa, se duan dikush tjetër t'i preki. Kanë frikë nga vetmia dhe nga përballja me veten. Se janë kontraktuar, por nuk është se ka lidhje me... Ka lidhje. Por që shpina jote është e kontraktuar, ka lidhje me. E vërtet është prap, po hyn thellë ma, po më trëmb. Ta lë lehtëshëm. Po, unë ta nuk... Jo, nuk rri do të lehtëshëm ti. Ti nuk rri do të lehtëshëm, është në karakterin tënd. Ja. Është si fluturoj, ja, nuk. Aty ke të shkunde aty, jo. Se s'po kuptoj. Shko sa thjesht janë shkunde, thot burri, shkunde në tokë, se nuk dëgjon burrin me fare.